Musafir nga Turqia, refer është Bejtullah Pelivani nga fshati Studeniqan të Shkupit. Lundrojnë e dy, nërmet Gjezer Latifit dhe Ismailit nga Turqia, refer është Bejtullah Pelivani nga Studeniqani. Doda, dilti të Boboni dhe të Muhameti. Ramazan Doda, e ke uf vetën Këtrush Bejtullaja qedit. Nërmes Bobonit nga Shtipi dhe Muhamet Veselit nga Studeniqani, refer është Ramazan Doda nga Morana. Što është kisi folë? Ti Grecia ti duke të që? Buj një të kajtë marrë e në të. Në moment kemi 4 grupe të forta të ndëruar spektator. Do të shihni luftë sportive, teknikë sportive, po të domse edhe kulturë sportive, se këtu jemi mbledhur për të kaluar një ditë të sportit. A fitues janë të gjithë këto që kanë dalë para jetë nesh. Edhe na jemi fitues pasi kalojmë një ditë të mirë sportive në këtë fshatin Studeniqan. Burim i sportistave. Kuj. Vai ka dhënë Turqi, di? Muhamet Veseli nga Studeniqani. Ajë lutë, zëndonja rrethin, mos e ngushtoni ju që e mbani rendin. Zëndonja këtu përbara, dullën kretë. Fitues në bash është Muhamet Veseli nga Studeniqani. Refer ishte Ramazan Doda nga Morana. Një do të rakitje për Muhamet Veseli. Ja, këtu janë të dy fitues, pasi kanë pas guxim dhe kanë dalë në këtë fushë sporti. Mirë po, njënit I takon fitoria, po është normal. Të dy janë këta sportista, të dy janë sportista të mirë, dhe me siguri kanë tregu edhe kvalitetin. Ja dhe Ahmeti ka vëzon kvalitetin nga Turqie silën me grushka. Ama nasıl? Bir aday mı? Ay Yunanistan'a kadar gezdi, hadi bir de makta bir. Ha? Muhammed, më lidh një pare të dy bashkë. Qeni në Evan. Ramazan të shpëtohet, mo e kryti punën tonë.
Zotin ndihmon të unë që të shte vjen e vend. Allah që vabë të shoj. Organizatori lutat konopin kush e mori këtu e lypën ai Alia. Një peshkim organizator thotë peshkim vjerat konopin tek e gjetën Nazmin e gjetë. Sa bon konopi trosh që gjeka. Nazmi Ali. Te burda epja. Epja se lidhen me dorë mbytet e pos ka tërguzën e mirë. Hanë janë e mirës, e qelin sytë kursi janë një një qëtë. Se pizvetinit ju kanë qëllë sytë dhe i pastrën. Kjellë. Edhe 3 grupe i kemi që luftojnë në nivel sportiv. 2 në kategorinë e parë dhe njënë është në kategorinë e dytë. Dejan Rodanov dhe Veçeri nga Turqia. Refer është Emir Aliu Pelironi nga Studeniqani. Shumë i gjuzahës, përda. Fitues është Ahmet Osmani nga Morano. Një duhet të këtë për Ahmet Osmani. Fituesi i dytë në bosh të nderuar spektator është Ahmet Osmani nga Morana. Një duhet të këtë për Ahmetin. Onu sıraya tek beti çöğüta.
Përshëndet me dhe kryetarin e El Hilalit, zotin Bexhudinin. Të nderuar vëllezër, të nderuar mysafir, të gjithë të pranishëm, Hek beti që. ministra, Hek beti që. ministra, Umarëm, hez me mere pak. tradicionalisht Hez të ka umarëm. është zhvilluar në një pjesë të madhe të territorit, sepse është Shloje. momenti i parë pas 20 e sa vitesh Baj me, roto të zëmë. po shoh një monument lirish mund të them të tillë. Andaj ju uroj suksese, ju uroj punë të mbarë iniciatorëve, duke filluar që nga kryetari i komunës këtu dhe tek shoqata El Hilal për këtë iniciativë dhe për këtë kënaqësi që ofrohet për popullatën këtu dhe ma gjërë. Suksese dhe vetëm suksese në të ardhmen dhe fitimtarëve, si që tha edhe konferencieri, të gjithë janë fitimtarë, po sigurisht që gëzimi u takon atyre që fitoj. Faleminderit. Vajt Tusha, Litvine të merë dhuratin me udhjen e gurit, edhe Todorov nga Shtipi. Vajt Tusha, në emën të organizatorit El Hilal, mos harroj të përshëndes